besu, ë? Absolutisht, po unë atëherë nëse nuk e kam besuar Më ka quajtur interesaxhie, bën për interes, kurse ti ma ke thënë ti e bën për lojë. Ja ta them kur ta kam thënë e bën për lojë. Po dhe këtë ta them. O Egli, po pse s'm lë të ta shpjegoj? O Egli, po t'lutem. Tani unë e kam besu këtë gjë që ti ke pas në jetë vërtet sepse kam let me ty dhe kam fol me ty. Dhe pastaj të shku dhe i ketën ajo është posesive. Vijuan siç vijuan, unë mendoj që një gocë në moshën tënde, me gjërat që ke kaluar, me sfidat që më ke treguar, nuk mendoj që kjo dashuri mund të të mbyste dhe të të çonte në atë pikë që shkove ti. Ka qenë më tepër besnikëri se sa dashuria që ti vret veten për të. Ka qenë më tepër ç'është besnikëria, më ka besu shumë gjëra dhe për të mos e lënë Danja, sa ta sqaroj shpirt. Ore, patjetër më nëse kërkon llogaria më gjesi një Rita punon një nuk i beson më. Ose ke fa Egli që fol me to, o Egli, e ka kop finale, a Egli që ka të me fol me ty. Me kon aktive, me vesh o Egli. Mos fol, mos pe përgjigje. Me fol. A mund ta gjën them që nuk po mendimin tim? flas. A mund ta them mendimin tim? Po ti e ke thënë edhe e kam kryer me ty unë, në mendimin tim dhe tëndin. Po një sekondë se pash diçka tjetër sot. Qofse, domethënë ti je këtu për të dëgjuar dhe për të dëgjuar. Se nëse nuk e doje mendimin as kujt kishe lek në shtëpi o shpirti im. Moj, edhe një herë unë nëse nuk e du mendimin çohem dhe dal ikin një dhomë tjetër se mendimin që shebon ti nuk e bën. Unë po të respektoj, po ta dëgjoj, po unë i kam dëgjuar mendimet e tua dhe e kam kryer bisedën me ty. Po në rregull që pas të dëgjuar merre ik, pra nëse ty të vrasin po gjëra që po them unë. Ti ik nëse do me ik. Ti ik nëse do me ik. Unë iki kur du unë me ik. Po Egli. Kur e shoh përshtatshme me ik, iki. Kur e shoh përshtatshme me art, vi dhe nuk më sjell ti. O si ki unë fare s'kam se ik. O Egli, unë atë gjën që po të them. Po mirë se tu s'po flasi për borxhe. O Egli, t'lutemi Egli. Apo jo, Joze. Se ti je në borxh ti. O Egli, po pse kalon te Jozi me me mua, o Egli. Ose je super interesant. Mas situatës që ndodhin brenda. Po ke fytyrë prap me fol që fletë qëndron Cila ishte situata? Sigurisht nuk qëndron dot. Cila ishte situata? Se unë i disa gjëra. Ma thuaj pak, ajo situata që kemi aty me kish në gojë edhe gjithë juve që keni përmendur që nga fita një ropë nga mqesit dhe erdi dhe tha je pekim me të si mashkull në krah. A mi zemra se me ty po flas o shpirt. Mos ik o Egli, mos ik. Juve kur flas me këtë. O Egli po flisje me mua moj, pse e çove bisedën te Jozi tani? Se më vini 3 veta për një herë, më duhet të shpërndaj. Më duhet të shpërndaj. Jo më jo se nuk na shpërndaj dot ti neve, se ishe për na shpërndaj. Ti e para kishe mbajt veten tënde pastaj kishe shpërndaj tjerë. Flinte dhe ta do të rria apo do t'ike. I thash bëj si të duash, nuk më shqetëson. Kaq. Po, jo nuk vjen fare tur për sa kohë kam thënë dhe vazhdoj të qëndroj. Pikërisht mbrëmë, pikërisht mbrëmë. Pikërisht mbrëmë. Bisedat e mia me atë djalin se çfarë flasun me të dhe pse vazhdoj. Jam akoma skeptike në ca gjëra. I di unë dhe nuk keni pse i dini ju, se nuk i bëj për ju. Dhe nuk më intereson fare të bëj më ju. Ti e ke nis këtë Big Brother me lojën me këtë djalin. Dhe sigurisht ke detyrim të atyre njerëzve që s'kan votuar për ty këtu brenda për të qenë më e qartë. Bollu talle.